për tetori pjanë se gjatë fundjavës hyna në nëndorë zyrtarisht. Po fluturon koha, po fluturojnë muajt, vitet, javët, gjithçka po shkon shumë shpejt rreth nesh. Uroj që jena tu e shiu ditën sot, një ditë e jashtëzakonshme, uroj që po e shijojnë edhe jetën në përgjithësi. Kështu që sot ju kemi premtu, kena me qenë për 2 orë bashkë me një temë të jetër, nuk është bashkë temë, po interesant është. Freestyle e lam sot. Po, interesant është. Qashtu se masi shumë shpesh po folim jashtë temës. E lam sot, hajde. Sot e lam, hajde, diçka. Hajde po shprehëm. Për çka kishe dashur me fol sot? Unë kisha dashur me fol për gjithçka. Bashkë kisha dashur me ditë se çka ka me pas njerëz që atë dojnë me fol. Çka kanë në mendje sot? Apo vjen ashtu? Bashkë po du me ditë se çka kanë me na tregu. Se krete kanë një temë mendje që kishin pas shef me fol radio. Na ja undrojnë ata një mendje. Edhe sot e keni mundësinë me fol, edhe ato temat që keni propozu, mundrin me fol. Me thon, po mendoj po du me fol për çi temë edhe vish më nis me fol. Okej. Apo në çështë? Kështu që sot e keni temën e lirë. Okay. Ato që ka e kinë mendje, mund është me thonë, pasi ta dëgjojmë këngën e parë. Thuaj sot ose hesh për gjithmonë. Për juve që jeni në komunikacion, ju mundeni me na tregu edhe ku janë pjesët e ngarkuara, po me na dërgu foto në 049978 domethënë, është numri i Viber ku mundeni me telefonu, edhe mundeni me dërgu foto me na tregu për secilën pjesë në komunikacion. Kënga e parë vjen bashkëpunimi i fundit i Noizit me dhurata dorën. Super bashkëpunim, po dhurata si të është edhe Noizi edhe Noize, edhe po kënga kjo shumë e mirë. Po e dëgjojna këngën, edhe po rikthehemi, po ju presim me telefonatat, edhe po ju presim me informatat rreth komunikacionit. Po arrin informatat e para sa i përket komunikacionit, e nga ky moment po presim edhe telefonatat e juaja në të njëjtin numër me na telefonu, edhe me na thonë çfarë do që keni në mendje, do të thonë që është me interes, edhe që keni dashur me fol na herës, keni pas mundësi se na shtas jak na qellush asaj teme, sot e keni mundësinë për me u shpreh, me keni temë të lirë edhe veç na tregoni se për çka po doni me fol. Unë do ju tregu paraprakisht se Petrol Company ka arrit me çmime fantastike në Çaklavis 1.16 e keni litrën e benzinit e dizelit në të dy anë të rrugës, pra në Çaklavicë tu shku edhe tu kthy prej Çaklavicës, e keni pompën e derivateve të Petrol Kompanisë dhe përfitoni këto super çmime, plus e keni mundësinë për me u bë pjesë e lojës shpërblyese për çdo blerje në vlerë mbi 10 euro, merr një kupon 22 kupona e tutje me radhë, edhe kështu mundeni me u bë fitues potencial e një superveture që po e dhuron Petrol Company. Sa e përket komunikacionit, dalja e autostradës në fushë Kosovë, kolon shumë e gjatë, mjuqas rrethi Çaklavicës, kolon e gjatë, edhe në drejtim Prishtinës, por edhe ana Sjeltas, e ngarkuar në këto momente është edhe vetë fushë Kosova, nga hyrja deri tek rrethi i fushë Kosovës. Ja telefonata e parë fiun që po të pret. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, me kë po flasim? Naimi po do ju. Qysh jena, jema e mirë? Mirë, faleminderit. Nuk jemi dëgjuar duket ka kohë? Po, është pa kohë që nuk jena dëgjuar. Hajde, kur po vina në pushime në Kosovë kanë. Kur po vini në pushime? Tregom çka ki në mendje sot, se sot e kemi lënë temën e lirë, tregoj si më herët, nuk kemi përcaktuar kur gjë, kështu që çka do që ki mendje thuaje. Sporje përshëndetje me cimin. Faleminderit shumë, edhe unë ty. Po ta të agudojna me politikë më në mos. Ja, e vish me politikë, jo. Jo. Diçka që te çata se harrova me thonë çfarë ato. Sociale, ekonomike. Ka dorë tash kom drejtim. Hajde, çu është edhe një herë? Vish ma but, naim. Po, tash kom drejt, por mos e zgjidhës na keni jeptu me kohë. Po, është paska, s'më mojë që ashtu me dorë. Që të më shahen? Jemi naim. Vetë kështu të dhonë një menim temin, kur mos i ka teme e lirë, për ata dhe telefonova dhe një bona dëshirë. Hajde. Me qitë opozitën kështu bo si lojt pyet, që mora janë normala, që në lamë pa qeveri. Ta shkrejt këta i kam fajt, do me thonë, unë e besoj që se cili prej atyne që është, për se cili prej atyne që është aty ullën, i ka fajt. Nga atë deri në shumë. Prej karikës parë deri te fundit, i ka fajt. Ajo normalacion, na nuk jemi psikolog, as psikiatër për me i diagnostifiku, po me qas nuk janë. Jo, kështë në lojë si argumentit, që e fola kështu e dhonë tani në fund. Kjo ke, do më thënë ajo qka ke të sil në mendje ty. Po, se një heri i thëshin, jo
del Mitrovicën Guxof, tani jo hapë rrugën Guxof. Për mu jam fajtor krejt. Po ina tash me akuzua dhe ato dhe këto. Është temë e ndjeshme. Puna e Mitrovicës është temë shumë e ndjeshme, kështu që kishim dashur me vendos veten edhe në pozitë vështirë edhe ata që jetojnë atje. Se për mu jam fajtor aty prej të parit e i fundit. Përgjithësinë kanë me mojt krejt. A është një faj shumë i gjatë, me qindra vite që ka... Kësh vesh të thonë që ato barikadat atëherë që u bëjshën verit Mitrovicës, këta i hëj sallën në parlament. Hej, të përshëndesim shumë, faleminderit. Do me gjithë diçka ma pozitive me mendu këtë fundjavë, se koha e mirë, do me thonë dita e jashtëzakonshme me shiju. E di që është situata jo e mirë, si që ka qenë për një kohë gjatë, po nuk e di. Është ashtë e qasë që tu të një farranje kom. Po për ndryshe se harova me thonë se nashta prej atyne në dëgjuzve që na shohim për herë të parë dhe nuk e din, po për ata që në rregull të din që krejt çka kërkojnë brenda emisionit është hiç mos me fol për politikë se meritojnë, jo për diçka tjetër. Se meritojnë edhe na nuk dojna me hub kohë, po dojna me qah hallët tona tjera. Ata le të mirën me punën e vetë. Më thonë kanë marrë votën, janë aty ku janë, edhe tash të kanë për detyrë për me i zgjedh krejt problemet që i kanë mes veti, edhe me mundu me qu këtë popull atje ku duhet. Kështu që veç që ta ju këshim lut, me na kursy mua dhe Fionës brenda 7 minutave. Nëse s'na kanë neve mbrapa nuk kanë ku shkojnë, E po tash kur vinë tjerat që aty na nëse. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje. Hajde Abedin, si kalon? Mirë, faleminderit, ju seni. Qyshe ke pas ditën sot, Abedin? Mirë kem. Mirë kesh po janë nisa po me. Abedin, bismillah që ashtu mikri. Me politik mos më shtim me fol. Jo, mos gabo me politik. Mos gabo me politik. Hajde tregon atë çka kin mendje, thuna çka kin mendje, po dojna me dëgjusat. Unë në mendje e kam shumë për pëlqen veshja e juve të dyve. Shumë për pëlqen. O, faleminderit. Çka kin mendje me na thonë, domethënë. Kjo na shumë bukur. Unë e thash temen. Ja, okej. Domethënë po të pëlqejna qysh po veshemi. Po, shumë mirë. Faleminderit për komplimentet. Faleminderit shumë për komplimentet. Në Minimax Abedin. Po, në Minimax. Nuk e ki shumë zor. Po, edhe online besa tash s'po ki nevojë as me shku, po ju kisha thonë me shku se po aty pikë preke, pikë provon. Provucem. Enza on po vazhdon me na i tregu super mundësim për juve që dëni me krijuar stilin tuaj, juve që dëni me bë setin vet. Shkoni edhe zgjedhni mes divaneve, dhomas, xhumit, tavolinës ngrënjes edhe e krijoni një stil ju çfarë dëni, edhe përfitoni deri në 50% zbritje. Enza Home është në Çaklavic kilometrin e 6 drejtim të Rizajt, ose Enza Home Kosovë për juve që dëni edhe përmes rrjeteve sociale me pa gjitha produktet. Ja ku po vjen ajo çet. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Fiona. Përshëndetje në gjatë, qysh je? Mirë, faleminderit. Si po kaloni sot, mirë? Mirë, sot ti pranver. Vjen mirë. Si gjesi sot ti pranver me qenë. Pranver e vërtet. Çka ki në mendje në gjatë sot, në këto momente? Në mendje kom këtë vend Grab Radion. Okej, prandaj edhe jemi neve çdo ditë. Po tregom në mendje çka ke pas gjatë ditës së sotme, për çka ke mendu? A ka diçka që të ka shqetësua, a ka diçka që të ka gëzu? Jo, që ka shqetësu, po në vazhdat e mia kom bisedu milion çajo me rëndësi. Okej, shumë mirë. Kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit e gjatë. Ne mosën policitar për vërtetë. Juve jemi të kënaqur. Na i përshëndet shumë. Faleminderit në gjatë. Fala pejës. Faleminderit. Hajde gjithat mirat. Nëse ki në mendje, shpak. Aza bukur. Amo Paulina ka me na ndreq ato. Paulin që na e rregullosh ato. Ajo stresin e vet e shkruajnë këto tonën. Hajt. Po na kemi faj që kena lon këtu. Ju s'kena faj se ajo është e jona. Ajo është veni jon. Qëre, deshta mi dërgu krejtve që jenë të mendu në këtu momente asi kur të kisha shku dikon, asi të shakon këto, të shakon aty. E keni mundësi përmes pristinatiket.net me hy edhe me i po krejt shmimet më ekonomike që i ka Pristinatiket, është operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës, me fluturime të shumta në shumë destinacione brenda Gjermanisë, brenda Zvicrës, Slovenisë, Suedisë, Luksemburgun, Parisin, gjitha këto i keni përmes Pristinatiket.net. Hyni website, edhe saktoni datën, e saktoni orën, e saktoni vendin, edhe kalofshit sa më mirë. Plus 20 kg bagazhin falas, edhe nëse do me bo shopping, kështu që nuk e ki këtë problem. Ka një thot. Kolon e gjatë nga Slatina në drejtim të Bresis, deri tek qasja autostradës. Kolon edhe nga dalja autostradës për në Fushë Kosovë, po mbetet qasja për tek rrethi i Çaklavicës, pjesë e ngarkuar me kolon edhe drejtim Prishtinës dhe Anasjeltas. Këto janë informatat e radhës që kanë arritur në 049978 978. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje. Përshëndetje, si kalon? Mirë, faleminderit ju. Mirë, faleminderit edhe na shumë mirë jemi. A e keni ju atje kohën e mirë, motin? Mirë, fladësh. Po më vjen shumë mirë. Të na me dill ka qenë 8-19 sot, s'di çka më thon. Më thon ka qenë me dal me të shkurta. Po çashtu ka edhe këtu ke koha sot me dal me të shkurta. Hajde tregom çka kin mendje, thuaj çka kin mendje. Nesja shpreh valla. Më ti huazu fjalët e tua për të mirë. Vetëm me dhëndashni, me dash njerëz janë jetë. Shumë e mirë, po më vjen shumë mirë. Më thonë mesazh, këtej keni mesazh, edhe mesazhi është me jep dashni me dash sa më shumë njëri tjetrin. Pak jena për mos me dash njëri tjetrin. Po mundona me dhoni mesazh, sa ka efekt se di. Shumë mirë. Faleminderit shumë, edhe sot e premte kena nevojë për me ndëgju kësi fjalë të mira për me na shkumi vikendi mirë. Oki, të përshëndesim e të përshofim e pas një pasdite të mrekullueshme. Faleminderit, kaloni mirë. Faleminderit, okay. Përshëndesim. Përndryshe po, temperaturat në kryeqytet aktualisht janë 18 gradë Celsius, është komplet qiell, nëse pas ka vende edhe re, po jo diçka serioze, nuk është për tu shqetësuar. Ajri po shihet pak si vrokt. Mjegulla, ajri nuk është në gjendje të mirë për momentin. Temperaturat janë të mira, 20 ka me qenë maksimalja. Po për ditët e ardhshme flasim pak më vonë se nuk e di që kanë me qenë parashikimet, parafërsisht kanë me qenë gjajshëm, po të hanën si pas kemi shi. Anise, kohën e ka. Amo prap ka me rrugullu koha. E kom pa një foto. Veç 2 ditë ka shi, edhe mandej prap ka qiell papur. Nëse është dikush aty në Orlando të na ndëgjun këto momente edhe ka atë liçenin e Badovcit. Për nivelin e liçenit po më nana? Po, më na dërgu një foto se pash pikrisht tek pishat atje ku mbahet edhe kajak festi, sa i shron niveli i ujit, edhe që ke shqetësuese. Nuk e di tani çfarë kohe u bë ajo. Sipas informacioneve të fundit, para disa javëve, diku rreth 6 metra ka qenë në niveli edhe liçeni i Batlllavës edhe i Badovcit. Nëse dikush është na dërgu një foto, kish bërë shumë mirë. Na kanë bërë mirë. Për me shfaq pak me pas se qysha gjendja edhe me kursi. Mi thonë vish birëshish. Po kustoni veç atje. Ka qyteti ma pak. Mundoni me kursy ujin, po, mundoni mos me kesh përdor me kursy ujin, se me ato që i pash me ato pamje, ke shumë shqetësuese, tepër shqetësuese. Ma shqetësuese se çka është ndodh po në parlament, me marrë me atë farë pjesë kish me qenë mirë. 049978978, po vazhdojmë, po presim telefonatat e juaja. Hajde shprehuni tash, ju që keni pas shef me fol ato temat e juaja, qysh keni dashur ju me fol. Që na dishit nga tema shumë shpejt. Na sot veç po dojna mi ju dëgju, ju me fol për çka do që keni mendje, edhe veç me qoftë edhe një mesazh qysh e boni oke ma herët, po në qoftë edhe diçka nëse keni me na thon në 049978978, po ju presim. Alo, përshëndetje. Okej, unë ndërprej. Kështë të lecusim më fakt se po mdoket po erdh. Hajde, telefonata, po mos të vëllojna me prit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje Batir. Po si jeni? Mirë, faleminderit. Ti si je? Mirë, faleminderit. M'vjen mirë Batir. Tregon Batir, çka ki në mendje në këto momente? Thuaje. Kisha me ju thonë që gjithë njerëzve mos e ofendojnë njëri tjetrin kur. Okej. Po të flasin fjalë tëmla, fjalë të mira, sikur ju që po folni me neve me atë fjalë të mira tëmla, e këshilla të mira, gjithashtu krejt popullit të flesin njerëzit edhe mes veti fjalë të mira pa ofendime. Okej, sa më pak ofendime, mesazhi jot për sot. Sa më shumë mirësjellje, sa më pak ofendime, sa më pak hatërmbetje. Ashtu mendoj unë, mendimi jam. Mirë shumë, këto po i lypim Batir. Sot e kemi lënë temën e lirë me thonë çka të doni përveç politikës. Përshëndesim. Faleminderit Batir, për çfarë shumë fundjavë të këndshme. Udhëz ne pa më një herë me do foto me mos mi dërgon ne këtu se unë e di pa u bë kështu në si besoj. E di na çfarë po më dërgon kështu që po mos më dërgoj kësaj sane. Dhe po dai morëm këtu informata se ç't punë bojna. 049978978 po vazhdon e po pret telefonatat, Fiona ma ka gishtin këtu po. Ç? Jo, vazhdo. Jo, fal. Derisa ta përfundon. Se vish kështu tu dosh me tregu po presu në për komunikacion. S'ka lidhje, jo veç ta më tregu që jemi live edhe në YouTube në kanalin ton, Glave Radio 86 FM. Jemi live në frekuencat tona 86 dhe 102 FM.
Jemi live edhe në Kohanet, edhe aty në portalin e Kohanet, jemi live në këtë momente. Ku jemi tjetër live? Shkobaj.k, s'di ku s'jeni, Glam Radio në shkru, Prishtinë gjithë ka del. Për ndryshe u gëzova shumë për Mbappén. Çka je të thomë se çka kish bëj? Me Realin nuk jem hiç, kapucën e artë. Po, se jes, e këshyri mo futbollin. Qysh? E kom lanë. Deri sot kvillet Juventusi se këshyri mo. Atë papuqen e arit e ka fitu. E kish mora? Papuqen. O, i gëzoft, a i kish në rata man? Nejse, e kom favorit si lojtar, nuk e di pse. E kom një simpati për to, nuk e njoh kështu. Unë e njoh Karonja 7 termen. As s'kmarove nejt me to. Amo si lojtar më pëlqen shumë edhe bashkë të mirë që e pas ka fitu papuqen. Toyota është vetura e cila, po dhe me papuqe mundeni, është vetura e cila i ka 10 vite garancion. Se cili prej juve që po mendoni me u bo me një super vetur edhe me i pas 10 vite garancion, mos harroni me u drejtu Auto Trace që është në Çaklavic, sa është edhe ai që tu dikun ka kilometri 6-7 është. Edhe mundeni me shku me pa gjitha modelet e veturave Toyota, me bo një test drive, edhe mos harroni se ka super çmime. Alo, përshëndetje, telefonata e radhës. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Afrimi këtu Pezvistrës. Afrim si je, si kalon? Vallë, u kënaqem në përshi këtu. Në përshi janë shi, po bjen shi atje te jo, ha? Po e mirë, po kish me qenë mirë, po kish me qenë mirë edhe këtu pak me rashi se kem të fol ma herët për nivelin e ujit që në shumë kena nevojë për me pas shi. Hajde Afrim, pibish kurs, më marr shumë kohë. Hajde, ju mos është problem se ne keni kohën, falim, pa problem. Veç pa politik. Mu sill mirë është pa pore, mu kon njeri është pa pore, edhe me bo veprat mira është pa pore. Që kaq. Faleminderit për qafim shumë. Për të mirë. Faleminderit, pas një pasdite shumë mirë çako. Faleminderit. More sot me këto fjalë të mira na kënaq zemrën. Tema interesante. Po, bre, afishe sa mirë me dhon mesazhe. Ka mirë, po merr një mesazh, jepë një mesazh. A di që sot është dita botërore e qyteteve? Pas ka ditë botërore të qyteteve. Zakonisht kom lexuar për shumicën e ditëve botërore, po për qyteteve nuk pas na dëgjuam. Po. Edhe tema e këtij viti që nga qytetet e mençura të përqendruara te njerëzit, domethënë qytetet ndoshta në proces të digitalizimit, po me fokus më pas gjithmonë njeriu. Edhe kam u bajt këtë vit në Bogota, në Kolumbi, në temën e qyteteve inteligjente të përqendruara te njerëzit. Aty kam u tregu se çysh vendimarrja e bazuar në të dhëna. Teknologjia dhe inteligjenca artificiale mund të përdoren për të përmirësuar jetën urbane dhe për të rikuperuar nga tronditjet dhe krizat aktuale. Më bëri të mendoj se na si Prishtina kena me shënu këtë ditë me Po, jena ato e shënusët, kanë me dalë me gjume veje, me kësisane. Pa që rruga Robert Dolli, a është qashtu, kish më mbyllë për punime në fundjavë, kish paralajmëruar kryeqyteti një farë njoftimi e kishin publiku që ajo rruga me qenë por mo asfaltu, mori asfaltu, po se ishtu për punë. të sotën, po me rëndësilet e vishlet e ndreshim, vishlet bëhet me vijat bardha, shihet. Kolone gjatë dalja autostradës në Vetërnik, është një foto që na ka arritur në këto momente. Faleminderit shumë për informatën që na ke sjell. Edhe po është mirë me na shku kanë herë edhe emrat se spimojna men krejt. Edhe shumë faleminderit që po vazhdoni dhe po na tregoni për secilën pjesë komunikacion që kjeti aune. Hajt fiun se që nga përcaktuar buxheti. Po. Alo. 4 miliardë. Po. Alo, përshëndetje, mirëdita. Ajne që shjeni, ajne lodha. Mirë, ju faleminderit, kush ka hin telefon kështu komplet me kry. Ahmet që shjeja, je mirë, del pak, del. Që te kryt. Veç kështu i tregucimit për buxhetin që ish aprovu edhe për nuk deshna me botë madhe se... Jo, su votu, su aprovu. Po bre? Ani. Miratën projekt buxhetin për vitin 2026. Projekt buxhetin, po. Çka po donte? Po votu aty te venja. Ahmet, thuaj çfarë ke në mendje? Oj, fjonën me nova budget pa thullën të kokë kom të thonë buxhetin e Kosovës. E ka ai ka buxhetin sa shkallet Kosova, nuk ai hiç nuk i intereson kjo pjesë. Ka dalë mas por do më thon komplimente se ka kishë veç diçka shumë bukur. Tema, ka për një me avi që ndëgjoj. Fjonën jam të pokë shumë ma mira arsimin pa kom shef, aj mas kompjuteja më fjonë ti komplimente për veshën ta. Shumë faleminderit, jam vesh me ngjyra të Juventusit me abo qefin pa kolegot. Qes, ashtu ma miri, kum kaltë. Edhe ti më vesh me vija, po jo bashkë, t'ja ka qëllu. Që ashtu e kam njët gati si të arsimit e kam. Veç, ashtë arsimi mirë. Qaj është me rëndësi? Si mulla.
që nuk ka hiç kur gjë tjetër, çka do që të bëhet me qeveri, me buxhet, hiç na intereson. Veç arsimi më vonë mirë. Po kur arsimi mirë ke Kosova. Arsimi dhe arsimi mirë, po ja që asnjëna. Hajde tregon përveç komplimenteve, çka ki në mendja me të thuaje? Çka je po të menusot, çka po të preokupon? Oj fjon me orë, po që tash kur ka thonë zoti se vesh mendje poshtë edhe një herë? Qysh? Vesh poshtë më rremendja në Kosovë me orë. Okej. Ti nal në Gjermani? Veç atje më rre. Okej. Orën dytën bisede kena veç atje qysh me don benzije me orë atje mu knoq. Po mirë dhe hajde, çka po pret? Allah fjon edhe pak kismet Allah po edhe pak. Ke pas ndërhyrje, ndoshta pensionim të parakoshëm? Po që ashtojnë ato mojtë më të vjonë, po që ta ashtë edhe pak. Hajde bre puna sot, hajde puna sot mundesh se... Nuk e di veç. Sot mundesh me punu, Amet puna e mba njerin. Po, normal. Hajde të falenderoj shumë, përshëndesim. Edhe një falenderoj edhe njëherë po tham komplimente, kalov shimie. Shumë faleminderit. Do të mi ullë qëta monitor, apo në me. Se mire ka Ameti. Nga për juve që keni dalë ose keni me dalë, keni shfrytzu këtë far vikendi, nëse më keni shku pa internet, do më thonë kudo që keni shku e mos me qitë na i foto, gabim keni bo. Gabim mal keni bo. Nese mundën e mi tregu ju aty në që ju në shku atje, te vlau në Suedi, po, me një vizit në Zvicër. Po ti me sot do shpru pak se s'kishka e qeli Instagramin sot. Po, shtu që merë në Ipkon, nuk keni nevoj me marrë i sima, e aktivizoni internetin për Evropë, që urdzuola ajo, më s'ka faj. Ra politika. Edhe jo më s'gabo me prej. Edhe aktivizoni ato pakot e mrekullueshme me parapagim që keni tip mini, tip super dhe tip max tek Ipko. Alo, përshëndetje. Alo. Kush na telefonon? Allah le të dikush. Kush më na telefonon? Qa po do mërdanja, kush jam? Jo, s'po me dëgju se ma shumë pe dëgjoj vetën se ty. Atere. Nalja zonin radios. Ja, kom në radio zonin. Që tash posëm. Adi. Jo. S'pedi kush o tjetër. Arsimi. Ku je mërë Arsim, po jo mërë s'jete Arsimi. Se ti s'bën si gabime anë olë zonin radios me njëre. Telefoni me siguri pas ka problem. Jam me të kolegë, më dojnë me të një. Okej, kolegë po dojnë më një. Kolegë, qysh jeni ajni mirë, qka keni bo, ajni lobë. Ajde, e ki tem të lirë, vish falë Arsim. Jo, unë ma s'falë u kysha burën edhe po ta qenë vesh me për shtetë e jemi të mrekullueshëm të edin. Faleminderit shumë, e vlerësojna shumë. Atëre unë veç që përshëndes kërë që tjetër. Hajde rrug të marë. Po, lejohet edhe vish me përshëndet. Lejohet edhe vish me përshëndet. Se është teme e lirë na, do më thonë, vish politikën kena lypë mos këna e pështjel. Po, që kjo është lirë e mirë, si ato kondicionerët e midejes fion për ndryshe, për juve që nuk i keni pa alo, mundëni me u fut me i pa me shumë idea, edhe me i pa kondicionerët me inteligencë artificiale, që është ata ju gushtin me kursy ma shumë energji, 30% edhe po e pastrojnë ajrin e këto vetit i kanë krejt, edhe përveç asajna se cilin produkt ideja që e bleni, ju do të futeni në lojë shpërblyese për një vetur Byd ose BID. Shumë simpatike për ndryshe, po i shonë në për qytet me do ngjyra shumë interesant. Lezetshme. Alo, përshëndetje. Okej, pas ka shku. Që tregoj edhe pak për komunikacion se po m'vim foto. Nga Slatina e Madhe deri në Bresje Kolona. Qasja për të krethi i Çaglavicës me Kolon në drejtim të Prishtinës, dhe anasjeltas nga Lars Vetërnikut Kolona deri të krethi i Çaglavicës. Pastaj ka kolon në këto momente nga zona industriale Fush Kosovë deri te udhkryqi i katedralës fion. Më thon nga i rrethi aty te zona industriale deri te udhkryqi i katedralës është kolona e gjatë. Po, prej gati pe i daljes Fush Kosovës, pi bjen bash komplet qyteti, pi Yljes deri te udhkryqi i katedralës. Ku e posh edhe një foto tjetër, po rruga Tirana që ka ngarkuar në drejtim për te krethi prapa stadiumit dhe anasjeltas deri te krethi duplex. Këtu e një informata që kanë arrit në 049978 e unë edhe Fiona së bashku po shkojna deri në Albi Madh.
në vend punës që të punue. Si po kalon, mirë, po ecë puna mirë. Mirë, faleminderit, mirë. A ka zbritje na sana jon këto marketet e vogla? Vallahi, janë stabili, as nuk i shtrejtëm, as nuk i zbres. Okej, mirë shumë. Hajde, është temë e lirë, çka do të kin mendje thuje përveç politikës? Po, e poshtë në fillim tim, unë jam një fshatit komunës Vështërisë, edhe deshta me përmen nëse është tema lirë, diçka që po brengosën krejt Kosovën, po unë për qatë pjesën vetë prej ngave, prej ati fshati, shkojmë tash kem edhe atje shpi, ka i herë për qef, edhe nëse krahasojmë une për shembull me para 50 viteve është të merë është. Nëse shkon sot në 50 shtëpi i bjen zile, se cila shtëpi më e mirë se tjetra, në 50.000 mundet veç dikush me dalë më të përgjegjë. Prej cilët fshat jam vetë ti? Unë jam për fshatit Stroftë, është një fshat Rrosi Çavicës, Çavicës. Po është edhe një fshat Maknej Zhilivu dhe Vështërisë është më i lartë prej Vështërisë. Po e dina. Do më thonë, po thu që shtëpiat më të mira po të zbrasta. Ja, thot, është një farë infrastrukturë ka, tash, ka asfalt, ka internet, ka rrim, ka ujë. Janë krejt veç njerëz po mungoj. është pa njerëz po mungoj. E ku po shkojnë këta njerëz? Migrimi, po flas për atë pjesën tonë, në Vështëri është një pjesë që shkojnë, o Bileq, Millëshe dhe në diasporë. Do më thonë, kam bo lëvizje edhe brenda Kosovës, për vetë se në diasporë. U më interesoj, ajo në brenda Kosovës, ajo në jashtë Kosovës. Ja, që kjo pjesa që janë, do me thonë që thash Millëshe, o Bileq, Prishtinë, Vështëri, to mas këto prej vitit 2010 e këtej. Okej. Ka dhe jashtë. Po përdryshe, ajo bjen ajer për me u bashku, se ka disa fshatra në Kosovë që kanë një dot caktume kur vjen edhe diaspora, edhe ata që i kanë shtëpiat edhe shkojnë bashkohen me një dot caktume. Ato në fshatin tonë e kem, jo në për shtëpia, se unë prej shtëpisë teme veç 300 metra në vynë me hinë Çavicë. Po? Kem ato një vend, një herë në vetë, po, bota i të bimi, një herë në vetë, po është pak cim. Okej, po të kuptaj. Po të kuptaj shumë edhe... E kom fjallën për migrimin, dyqysh, unë e po thëmë është marramens. Definitivisht është për me u marrë seriozisht kjo varpune, edhe se sot edhe fshatrat e secili qytet e kanë infrastrukturën e nevojshme, edhe besa nuk është shumë larg me kalu në për qytet prej secilit fshat, po flasë edhe këto fshatet e periferisë Prishtinës, që për 20 minuta, 30 minuta prej një fshatit jashtë zakonshëm mund me qenë qendër Prishtinës, edhe që nuk i shkon mirë mu për aktis ato vende ashtë mira. Po të falenderojnë ashtë shumë për që na ke thirë, Ramadan. Se i hini njoni. Një përshëndes, unë morë. Falenderit gjithat mirat. Mos t'hini njoni aty, apo një qeps. S'di që kam ronë me nësi, se që shë pasha e ke pa, kur ti në market sa një pa, ose unë bje me njerë, unë bje adin në sy, një. Është një prej këtyne snacks ma të pashëndetshme dhe ma të konsumume. Po të veç, i mirë është bre. I mirë është, po. Gishtat po t'i për një keti njërë. Kreti njërë, a ke posë po t'i bën gishtat. Qajo hinë në gjak në organizmin ta. Tani nëse do një u mja vëm pak vetës një farë shëndeti kështu të lezet shumë asasojnë, shkonin në Suez, ato na i masazh lezetshme, na i not mirë se notit bën mirë, plus është fitnesi, edhe mos harroni me hyp atje nalt të vomat, pedeni. Swiss Diamond Hotel Prishtina 038220000 për çfarë do rezervimi që keni? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Gjyshaje. Hajde Gjyshaje, ç'është kemi sot? Shumë mirë. Hajde tregom çka keni në mendje sot. Tema është e lirë. Tash ti mos jemi për ball me juve. Kam në mendje dhe kam dëshirë të ju përshëndes. Faleminderit, edhe na përshëndesim shumë. Ju japi komplimente dyve. Faleminderit. Ty fjona ma shumë se sot e ke vesh një vetë. E di Gjyshaje, vishatin shumë të mirë, se dje ai telefonu si atë blutë. Ai nive bre, ai nive. Ato nuk, ajo nuk shkoj. Leje Gjyshe se diçka ma ke morri noti.
Jo. Ja, qysh jo gjyshe. Le gjyshe. Ja, Ti pëlqej unë. Ja, ne po unë do të më ta marrin aty ty, ja. Po normal. Arsim. Ka arsye edhe nëse është. Unë jam edhe me cilin femnore, po edhe mashkullore. Edhe ty komplimente për bluzën që e ki. Oh, faleminderit, atë të drejtë. Je sot ma happy. Të tjerave dy. Jo, jam gjithë veçmorët, ju që shjeni që shumë shëni mu. Ja, mirë, ja, dytën e mirë. Faleminderit gjyshe, vlerësoj shumë. Jo, tash e kam edhe njën, në alo. Po, hajde. Po. Kështë që të më një shaj dikun. Në mendje. Kom në mendje edhe pak, kisha pas dëshirë me ep lejen me ju pyt. Një temë, se për gjithë cajrë që thirim bjenë në mend masit të nali. Hajde. Hajre do. Pej pesve që e keni me komente, me lizu komente, se nuk kam dëshirë. Am pjesën e dytë, po mendoj, pjesën e dytë, po. Ma që të në televizor, se nuk po më ju gjithë këpun, këtu që kam në Viber, nuk po bën me shkru. A, gjysha disa, jo, më nësh me shkru në Viber, po për mene, a e ki fjallin për mena të gjumë andej? Që e kryta këtë punë? Që ta dërgoncimi linkun edhe klikon aty në YouTube, edhe pa probleme. Në portalin ton po mendoj, jo në YouTube edhe na dëgjon. Në këtë web i 5 nuk keni. Jo, nuk jemi. U bites edhe kjo punë. Ta dërgon Cimi linkun, hyn aty edhe në portalin ton na dëgjon tani live. A po don çashtu? Po normal, ju përshëndes. Hajde të përshëndesim, faleminderit. Komplimente, sot na keni dhënë lejen krejt tonë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Hajde, përshëndes tu. Hajde gjithat mira që e di që se keni bashkë për një meç që shpe bëni, po hajt na po kënaqemi. Na po kënaqemi të rëndësi. Edhe rrafsh nëse na e bëni, na po kënaqemi. Që se min të gjeta. Po ti po më shtin gjithë shka me po. A e gjithë? Faleminderit. Po gjithë shka po më shtin me po. 04997 jo, pa qysh mos me hek, po ishmo. Ju që jeni në komunikacion, mos harroni me na tregu për ato pjesë më të ngarkuara nga informatat që po vazhdojnë po arrin po na tregojnë për çastin të rrethi i Çaklavicës drejtim Prishtinës kolonë gjatë. Dalja e autostradës në Vetërnik lart, atje kolonë gjatë. Vetë autostrada për me dalë në fushë Kosovë, kolonë gjatë. Hyrja në Prishtinë nga rrethit e zona industriale deri te Kudhkryqi i katedralës me kolonë gjatë. Këto janë informatat që kanë arritur në 049978978. Alo, përshëndetje, telefonata. Jo, okay. Viber, përshëndetje. Përshëndetje. O, përshëndetje, si jeni dhe si kaloni? Mirë, jam Qazim. Teme lirë është, çka kimi na thonë? Unë kita thonë, gjumohet me qitë futbolin, rezultatin, ku që e bit me musafir. Okej. Ato ajo është për program sportiv, po nejse. Faleminderit shumë për idenë që na ke. Faleminderit ju. Tonë pas një super vikend. Faleminderit. Po ndërmoj me aqëllu rezultatin, po mos me pas dy lidhje me futboll tani. Ju që po na pyetni se ku mundemi pas se glamradio.fm na e kena thonë sa herë. Ja këtu, se po shina dhe atje. Glamradio.fm, kjo është befaqja, ku mundin me na ndëgju pjesën e dytë. Veç e prek një qitu që trap, edhe qito të parën, edhe qito, edhe lëshuat radio, edhe mundin me na ndëgju. Përveç asoj na mundin edhe me... Qërë dhe dy ikona tjera që atë që janë, dy rumbullaka tjerë që kenë. Edhe ato dytë jenë për radio tjera. Klem kafin, po nejse. A e kjo do më dhëmë për bizneset, nëse dojnë muzikë kështu pa ndërprerë. Edhe playlistat jashtëzakonshme që aty. Po një kësha thonë ma mirë që tu të na me najtë. Mo, koncentronë, do më thonë, bilet dhe kam në gjasht aty me neve. Plus po, mundin me në ndjeka dhe drejt për drejt, dhe aty s'dija e pot. Rubini është vendi ku mundet Fiona me shku dhe me abo një dhurat vetës. Dhe jo vetëm vetës, po edhe mu. Sepse ka shumë aksesor të mirë. Atje është linja shmuar e diamantit, për din ato diamantat e mirë, me thonë që një shok. A di që muaj prill është muaj i diamantëve? Po, e kam një shok, është sikur që Kush e ka di ti njën prill? Na faklikja. Na faklikës, se po të një shapjo. Që telefonata? Krej që i një jenë qashtu. Alo, përshëndetje. Amanda. Shuj se e mora lidhë, shuj. Kujna bi thua ashtu? Që vetës. Vetës këtë valla. Mirë shumë. Thash mos dy kujna tjetër. Edhe vetë kërë jam foli. Ani mirë është të fol me eksperta. Kompetencim ti. Po ja kena nisë me të njoftja ashtu kësorë. Po shtu e prek vetën, kështu të ja bo shuj, ja rresh e kratë. Ja kena nisë me të njoftja ashtu kësorë.
A keni Allovina s'keni për armëra? Hajr paq. Unë e kom marrë sot një figurë, kom vendos këtu në studio. Na bollu më ne shumë. Po do këtë i frikshëm mjaftueshëm. Kena mu do kështu po jo, gjithat kompliment që na dha, ana çështu do ishim me dal sot dej para mëna. Këne unë që dal, që di foto makiazhin edhe bollësht. Këshyri po pak më vonë se s'tash ka zë Fionës, ka zë të pa. Ç'ta këshyri? Va. Hajde temën e lirë, jashtë toksor. Derisa të folti se ki pak gjatë, pak ujë. Vallë ka të këshir pak politik, më e thot drejtën, edhe fundjavë, po të më thotë diçka që lidhet me politik, po me të gjitha që lidhet me jetën përgjithësi. Po posa që është me politikën e na. Njerëzit karakterizohen nga katër kategori njerëzish, domthonë katër karakteristika. Kush thot ashtu? Teja dikush tjetër? Unë. Ati që ndohen katër kategori. Hajde. Po, njerëzit që e dinë, njerëzit që e dinë që s'dinë, edhe njerëzit që e dinë që nuk dinë, edhe njerëzit që nuk e dinë që nuk dinë. E na duhet çfarë fundit jena. Që nuk e dim që s'dim. Kush më na tregu se, kush më na tregu? Ja, s'ka shansa, ja. Ti tregon pa ai thotë unë e di unë. Ja, pa di ova thuj. Ai ka më hoj di se e di. Po de po. Unë do të na e çel syt pra. Te e humbur është. Le krejt. Okej, ç'kjo ke, domethënë tema çka deshte më na tregua? Po, vish do thash, nëse fundjavë është. A spote na sen për atje pikojt vjen ti, spote na sen, jo. Ja, se kur i thesha unë, kur i thesha unë që kjo kometa që kjo Atlas, që kjo 3i Atlas, nuk po bashkëzdohet, ata bësh regore me mua. Që ta që ka nisë me morë për i mesë rëzisha. E qysh është puna asojna? Puna ka kunst përpudhet me kometa, shumë pak përpudhet. Domthon 100% është diçka e rregulluar nga një qytetërem i shumë i zhvilluar, edhe që ka gjasa tash te prejeli është atje mas diellit është, edhe atje tash në shona e asu, da me siguri, edhe vjen me diçka po. Imagjinova ti kur shel në radio në këtë moment e ninja doktorin të fol, thot kush është ky shkencëtar. Që na vol për astronomi. A ka shans na me shku atje me nejt? E, ata me orte nasin, ata jo si, jo. Nas kena shans. Shku me aprish atje qytetrimin, a? Edhe një me, se, qërë... Po që kanë me lyp, ata mos i kanë ka zhvillum, që kanë me lyp këtë në tos? Me na dhonde na ide, me na qenë sytë pak. Keni fillu mua kuptu botën. Na ta kena kuptu botën gjithmonë, për ditës parë. Po ka njerëz që po pak me ta livrit atë kështu botën. Që shtit lloga është tash mua. Hajde. Sa të robja kanë tema për lumturinë. 20 sekonda aki. A ka që me mblëtëria. Më thire Elon Musk, se dhe ishin një shëndetje, që për t'jone, thire Elon Musk, i shkoti ngu Robin, edhe tha që në fërë, edhe i shkoti kajt, thire, tha shkakimër, tha lebra, se që i pingoj, tha këta, tha, ka fillu me mitu, tha, ati më të pëhu plëptëria, tha që kom shumë pare. Kalem i bukur, e? Tom, kalem shmire dhe t'je pas një pas ditet mrekullushme, një weekend mrekullushme për se cilin prej juve që keni qenë shumë aktive dhe për këtë javë me telefonatat e juaja, me kritikat, me fjalët e mira, edhe komplimentet që s'kan mungu as pak. Deri të hënën, ju vazhdoni shoqëroni me Koa Visionin dhe me Glam Radion, edhe mos harroni me vo ato që duni me bo gjithmonë me ep shumë dashni, paqit, plot shëndet. Ju përqafoj shumë, faleminderit për një super javë dhe me tema të ndryshme me gjithçka që kena diskutuar. Jemi gjithmonë të lumtur që ju jeni me neve edhe patjetër se nuk muj me vazhdu se kolegu jemi luajti. Shihemi të hënën, vazhdoni me qëndru me Glamin, mos harroni me na dëgju gjatë vikendit, kena super rubrika, super emisione për juve, kështu që siguroni me na dëgju ose përmes frekuencave ose edhe përmes portalit ton. Përndryshe jemi bashkë edhe për një orë, shihemi në studion tjetër.